Para se me nis, ai përshqellet mirë, edhe nuk i duket kur gja përveç syve. Kështu që askush nuk e njeh atë. U bashkangjitet muhaxhirëve në luftë kundër armikut, edhe kështu që disa njerëz fillojnë të flasën edhe të thonë kush qenë ka ki njeri kaq trim, ky gjalosh kaq trim, të cilin ne nuk e njohëm. Hazreti Aliu ka thonë, ju çkeni me të lenja, ndoshta mos është ndonjë njeri i cili ka ardhur prej Bahreinit apo prej anës së Shamit, të interesohet për islamin, për fen, edhe e ka pasë është shpal lufta kundër armikut, edhe ai ka pas dëshirë që të marrë pjesë. Ai aq aktiv ka qenë, sa që unë harrova të përmendi, ka bledhe një kalë. Sa që me kalin e ti, vazhdimisht dhe më thonë, ka qenë në frontin e parë, edhe ka mbyt pabesimtar me të madhe. Sa që njerëzit të gjithë u habitnin prej guzimit të tij. Derisa ai aq luftonte, sa që edhe kali i tij kur u godit edhe nuk mund të më të vazhdoj, ki zbriti prej kalit edhe vazhdoj ki në kam. Edhe vrit të pabesimtarët. I lufton të ata, derisa ra shahid. Kur ra shahid, po para se me ra shahid, takohet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mund të njohë se kush është, por përveç kur e ka pasë durët i ka pas, domethënë të përvjelura. Këto rakët, teshat, i ka përvjel. Edhe i ka shku ndërmend se ki Sadi mund tese. Edhe i thot, a jeti Sadi? Thot, po, thot, o i dërguari Allahut, unë jam Sadi. Thot, të lumt gjyshi ti, domethënë kjo është një lavdat. Domethënë lumi ti që ke marrë pjesë këtu. A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë se e ka thënë që të marrë tesha për më u përgatit për martesë. Kështu që pas disa momenteve si që e përmenda, ai bjerë shahid. Njerëzit i tregojnë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se filan njeriu, të cilin ata nuk e njihnin, ka ra shahid. Kur shkon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe e shef se kush është, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja merr, ja ngre kokën e tij, e ngre prej tokës, ja fshin pluhurin që e ka pas në fytyrë dhe në trupin e tij, edhe ja vep kokën e tij në prehun e vet. Pastaj edhe e prekën Sadin ka fytyra. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë moment në fillim qanë, pastaj buzëqeshet, pastaj e kthen kryet anësh. Kryen e thet, e kthen domethënë anësh. Pas disa momenteve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, arriti Sadi te haudhi, te pishina.
Shokët të cilët ishin aty pari i thënë, o i dërguari i Allahut, çka është ky haudi? Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, në fakt këtë pyetje ja bëni Ebu Lubabja. Edhe i tha, o i dërguari i Allahut, ç'është ky haud? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, haudi është një gjë, domethënë lum është, të cilën Allahu xhaleshanuhu mua më ka dhënë, gjerësia e të cilit është sa ka mes Sanaas, një qytet domethënë në Yemen që është, edhe në Busra. Busra është në këndin në Siri, domethënë prej Yemenit e deri ka kufiri, domethënë brenda Sirisë është. Ashtu është i gjerë haudi, domethënë atë lum që Allahu xhaleshanuhu ja ka dhënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lum i cili rrjedh prej xhennetit, ku në xhennet e ka emrin burimi, ku është e ka emrin Kausar. Ndërsa haud quhet ajo që del në mahsher. Në mahsher ku i thonë, në vend të tubimin ku njerëzit do t'japën llogari. Paramendonja në mahsher sa çfarë gjërësie pas ka ai lum. A ku mbet në xhennet, domethënë çfarë gjërësie apo çfarë bukurie ka. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fillon edhe shpjegon, jep detaje pak për atë haudin dhe thot, uji i këtij haudit, i këtij lumit, i kësaj pishine është më i bardhë se qumshti, më i ëmbël se mjalti. Njeriut të cilit i mundësohet të pi prej këtij uji, ai asnjëherë nuk ka të ndjej etje. S'ka etje mo ai. Pastaj personi në fjalë Ebu Lubabja i thot, o i dërguari i Allahut, të pam ty se në fillim qajte, pastaj fillove të qeshesh, apo u busqeshe, e pastaj e ktheve kokën anësh. A bën të na tregojsh, o i dërguari i Allahut, pse i bën këto gjëra? Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, atë pse qajta, atë bëna nga malli që kisha për sadin. Më mur malli për sadin. Ndërsa busqeshën që e bëna thot atë, se kur e pash se çfarë grade ka ta Allahu xhaleshanuhu, edhe u gëzova. Ndërsa atë që e bëna kur e ktheva kryet anësh, kokën anësh, e bëna thot se i pash hurit, gradë domethënë e xhennetit, të cilat ishin të përgatitura për sadin, ishin duke ardhur në drejtim të sadit, edhe e pritnin sadin me lumturi, edhe unë thot i pash ato zbukurit, ato hallkat e tyre, ato zbukurimet që i kishin ato hyrit, edhe unë prandaj e largova domethënë shiqimin nga ato.